Drejtoria Rajonale e Tatimeve në Vlorë ka nisur planin e zbatimit operacional në sektorin e turizmit. Plani po zbatohet konkretisht në disa struktura akomoduese, përfshiktu baret, restorantet, agroturizëm, shërbime plazhi, dhënien me qira të makinave dhe ambienteve të tjera e të tjerë. Ky plan synon të informojë dhe ndërgjegjësojë tatim paguesit për deklarimin korrekt dhe në kohë të detyrimeve tatimore. Administrata tatimore disponon të dhëna nga vetë deklarimet, faturat e fiskalizuara, furnizimet, institucionet shtetërore dhe platformat ndërkombëtare si Booking apo edhe Google. Administrata tatimore fton çdo subjekt të respektojë legjislacionin tatimor në përmbushje të detyrimeve në mënyrë të rregullt për të shmangur verifikimet dhe penalitetet e panevojshme dhe për të kontribuar në formalizimin e sektorit dhe ekonomisë. Kontrollet e detajuara me qëllim reduktimin e informalitetit dhe garantimin e mbarvajtjes së sezonit turistik. Drejtoria e Tatimeve në Vlorë ka bërë thirrje tatim paguesve në zona turistike të respektojnë detyrimet ligjore, si për turistët vendas ashtu edhe për ata të huaj. Burime zyrtare nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve në Vlorë konfirmojnë për televizionin 6+ nga Vlora se hapi i parë do të jetë ndërgjegjësimi i këtyre subjekteve dhe më pas hapi i dytë do të jenë masat administrative, nëse nuk do të ketë reagime për të zbatuar ligjin, por gjithashtu edhe detyrimet që bizneset kanë ndaj administratës tatimore.